Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahut xhaleshanuhu, mëshiruesit, mëshirbërësit. Vetëm Allahun xhaleshanuhu e falenderojmë dhe vetëm prej Allahut xhaleshanuhu falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do vazhdojmë edhe sonte në komentimin e ajeteve të surës Yusuf, e që sonte inshallah do të mundohemi që t'i komentojmë ajete 99, 100 dhe 101. E si temë do t'a kemi familja e Jusufit a.s. bashkohet në Egjipt. Atëherë kur Jakubi a.s. e mori lajmin bashkë me dëshmin që mbështeste ata se Jusufi a.s. ishte gjallë, rejna, gënjeshtra, që vëllezërit e tij e kishin mbatur të fshet, aq gjatë dolin shesh. Vëllezërit e Jusufit a.s. i kishin thënë babës së tyre, Jakubit a.s. se ai ishte mbitur dhe e kishin ngrënë ujku, ndonë se Jusufi a.s. ishte në të vërtet akoma gjallë. Allahu xhaleshanuhu në përmjet këtyre ajeteve kuranore na tregon rreth takimit të Jusufit a.s. me babain e tij dhe me gjithë familjen. Ajo mundsoi që ata të vinin gjithë nga toka e Kenanit në Egjipt, zbashku me Jusufin a.s. kishin dalë për pritjen e tyre edhe vetë mbreti, ministrat dhe njerëzit me pushtet. Allahu xhaleshanuhu këtë ngjarje, këtë ndodhi e shpjegon në surën Yusuf ajeti 99. Wallahu xhaleshanu thot falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala udkhulu Misra insha Allahu aminin. E morën familjen dhe shkuan, e kur hinte Jusufi, ai i tregoi, i afroi nga të vetës të dy prindët e tij dhe tha: me dëshirën e Allahut xhaleshanuhu hyni në Egjiptin e sigurt. Kur hinte Jusufi a.s. familja e tij, ai i afroi pranë vetës dhe tha: me dëshirën e Allahut xhaleshanuhu hyni në Egjipt sigurt. Kështu do të jeni ju të sigurt nga skamja, do të jeni të sigurt nga vujtjet, do të jeni të sigurt nga facira. Ishte kaderi Allahu xhaleshanuhu, ishte caktimi Allahu xhaleshanuhu që Jakubi a.s. të vinte në Egjipt në vitet e facirës. Thuhet se Allahu xhaleshanuhu e largoi facirën nga Egjipti, nga prania e bekuar e Jakubit a.s. Në ajetin e 100 të surës Yusuf, Allahu xhalla xhalaluhu thot:
Dhe ajtë të dy prindrit e vetë i mori lartë në fron, i uli pran vetës, ata ju përullën ati e a i tha, o baba im, kjo është do me thanja e andrës time të më parshme. O Zoti im, këtë tanima e bo një realitet, e mua më dhuroj mirësi kur më zori prej burgut, e juve usulli nga fshati pasi shejtani pa të futur për qarje, fitnë ndërmet meje dhe vëllezërit e mi. Zoti im me mjeshtri e butësi realizon dëshiren e vetë për çka donë. Vërtet, Allahu xhaleshanuhu është i dishmi i urti. Kjo ishte andra që Jusufi a.s. i apat të regu babës së tij Jakubit a.s. që kur ishte i vogël e kur i tha atij, o baba im, unë pash në andër 11 yje dhe djelin dhe hanën. Unë i pash duke mba mu e sejgjde. Për ullja në sejgjde ishte e lejuar të kata. Kur përshëndeteshin me ndonjë të matë madhë, me ndonjë matë pushtetshëm, ata në atë ku i binin në sejgjde. Ky rregull vazhdoi më praktiku që nga koha e Ademit a.s. deri në kohën e Isait a.s. Më pas, në shfalljen e fundit që i u dha Muhamedit a.s. sejdja më u ndalu, sejdja i përkushtohet me sinqeritet vetëm se Allahut xhalla xhalaluhu. Me një hadith thuhet, kur Muadhi radiallahu anhu shkoi në Sham, vërejti se njerëzit atje u binin në sejdë për iftrive e peshkovëve të tëre. E kur u kthyen në Medinë, ai i ran sejdë pejgamberit të Allahu xhaleshanuhu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu dhe i tha, çfarë është kjo o Muadh? Ai ju drejtu dhe i tha, ja Rasulullah, unë e pash se populli atjeshëm i binin sejdë për priftrit dhe për peshkopët e tyre, por ti e meriton ma shumë sejdën se ata, ja Rasulullah. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u drejtu dhe tha, nëse do të urdhnoja dikan për t'i rënë sejdë dikujna, do të urdhnoja gruan që t'i binte në sejdë burrit saj, për shkak të hakut të madh që e ka ai mbi te. Qëllimi këtu është për tregu se sejdja e përshëndetjes ishte e lejume në sheriatet e shkuara. Për këtë arsye, ata i ranë sejdë Jusufit a.s. Jusufi a.s. ju drejtu babait të tij dhe i tha, o baba, kjo është përmbushja e andrës time së dikurshme, të cilën Allahu xhaleshanuhu tashmë e bon një realitet. Pastaj, duke i përmend begatit, mirësit e Allahu xhaleshanuhu tha, në dih për qëllë se Sulejmani ka thonë, nga andra e Jusufit dhe deri te realizimi i saj, kanë kalu dikon 40 vjetë. Abdullah ibn Shaddadi ka thonë se periudha më e gjatë në cilën realizohet e përmbushet andra ishte 40 vjetë. Jakubi a.s. qëndroi me Jusufin pasi mritin e Egjipt, dikon edhe 17 vjetë, pastaj Allahu xhaleshanuhu e mori pran vetës, dhe më thonë ndroi jetë. Në ajetin e 101 të surës Jusuf,
Allahu xhaleshanuhu e përshkruan kështu. Pasi u plotsu dëshira Jusufi, tha: Zoti im, ti më ke dhënë mua pushtet. Ma mësove mua komentimin e andrave. O krijues i qiejve dhe i tokës, ti je kujdestari im në dunja e në ahiret. Ma ban mu të vdes si musliman dhe më bashko me njerëzit e mirë. Kjo ishte një lutje e Jusufit a.s. në përmet të cilës ai i drejtohet Allahu xhaleshanuhu. Pasi që Allahu xhaleshanuhu e përmbushi mirësinë e tij mbi ta. Allahu xhaleshanuhu e riktheu Jusufin a.s. gjirin e familjes së tij dhe e bëri atë pejgamber të zgjedhur. Allahu xhaleshanuhu i dhuroi Jusufit a.s. mirësi, pasuri, pushtet në jetën e kësaj bote. E Jusufi a.s. i u lut Allahut të Dhul Xhelal që ashtu sikurse e plotësoi mirësinë e tij për të në këtë dunja, ta përmbush atë edhe në ahiret. Ai ju lut që Allahu xhaleshanuhu t'i mundsonte një mbyllje të mirë të jetës si një musliman i dorëzuar tërësisht në adhurimin e Allahu xhaleshanuhu. Ai e luti Allahu xhaleshanuhu që ta bashkonte me punë mirët. Me këtë Jusufi a.s. kishte për qëllim vëllezërit e tij, pejgamberlerë që ishin para tij. Vëllezër të ndershëm besimtar, në agoninë e vdekjes transmetohet në të dy sahihet, hadithi vjen nga Aisha radhiyallahu anha, se në agoninë e vdekjes pejgamberi Allahu xhaleshanuhu thuhet se e ngreti gishtin tregues lart dhe tha: O Zot, më shoqëro më lart. E këtë herë, këtë fjalë e tha pejgamberi jon 3 herë. Megjithatë, ka mundësi që këtë lutje edhe Jusufi a.s. ta këtë bërë gjatë jetës së tij, duke kërkuar nga Zoti që kur t'i vinte koha e vdekjes, ta merrte ata si musliman të dorëzuar ndaj Zotit dhe ta bashkonte me njerëzit e mirë. Gjithashtu, me një hadith transmetohet se pejgamberi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: askush nga ju mos ta dëshirojë vdekjen për shkak të ndonjë sprove, ndonjë vujtje që i bie atij. Nëse je njeri i mirë, do të shtohen mirësit. Nëse je gjunaqar, ka shpresë, ka ymit që të pendohesh për sa kohë që je gjallë. Megjithatë, mund të luteni duke thënë: O Zot, më jep mu jetë, për atë sa jeta është më e mirë për mu, dhe ma merr jetën mu nëse vdekja është më e mirë për mu. Ndërkaq Imam Ahmedi e sjell rrëfimin e Ebu Umames, i cili thot: njëherë ishim ulur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili na foli e na përkujtoi asa i zbuti dhe i preku thellë zemrat e tona. Sad ibn Wakas qau atë shumë dhe tha: o mjeri, unë ma mirë të kisha vdek. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu dhe i tha: o Sad, ti dëshiron vdekjen në pranin time. Këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përsëriti 3 herë. Pastaj ju drejtu dhe i tha: o Sad,
nëse je kriju për në xhennet, atëherë sa më shumë të zgjatët jeta dhe të përmirësohen punët, aq më mirë është për ti. Kjo është gjykimi në lidhje me lutjen dhe kërkimin e vdekjes nga ai njeri që është isprovuar me fatkeqësi, me vujtje në çështjet e kësaj bote. Nga ana tjetër, nëse dikush friksohet se do sprovohet në fen, besim dhe ruhet se mund devijoj e të largohet prej besimit, prej imanit, për shkak të fitneve të mëdha, atëherë lejohet që të kërkohet vdekja. Kështu Allahu xhaleshanuhu na njofton rreth magjistarëve në kohën e Musait alayhis salam, cilët pranuan besimin e vërtet dhe u kërcënuan nga faraoni se do t'i kthente nga besimi i drejt duke i torturu e ndëshku ashpër. Ata thanë, Zoti ynë na jep durim dhe na i merr shpirtat si musliman. Kjo është në surën El A'raf ajeti 126. Në hadithin e Muadhit, cilën e sjell Imam Ahmedi, thuhet: o Zot, nëse dëshiron të sprovosh një popull, atëherë na merr pa na sprovu besim. Lidhe me ngjarjen e Jusufit alayhis salam, Ibn Gjeriri ka thonë, është përmendur se Allahu xhaleshanuhu u pranoi pendimin bijve të Jakubit alayhis salam për atë që e ban me Jusufin alayhis salam. Pasi babai i tyre kërkoi falje për ta, ndërsa Es-Sudiu ka thonë se Jakubi alayhis salam në agonin e vdekjes e porositi Jusufin alayhis salam që ta varroste pranë baballarëve të tij, Ibrahimit alayhis salam dhe Ishakut alayhis salam. Kështu kur Jakubi alayhis salam vdiq, Jusufi alayhis salam e përgatiti dhe e dërgoi në Sham për ta varrosur pranë tyre, do të thonë pranë gjyshit dhe babait të tyre. Edhe kjo ngjarje, vëllezër të ndershëm besimtar, na jep me kuptu që kemi disa prej mësimeve. Sa i përket për uljes së njerëzve, i shpjegojmë edhe më herët, vëllezër të ndershëm besimtar, se për ulja, bërja sigjde, kuptimin e ibadetit, adhurimit, i dedikohet vetëm Allahu xhaleshanuhu. Ne nuk kemi të drejtë t'i bëjmë sigjde, t'i përkulemi asnjë krijese në dunjë. Kjo ka qenë e lejuar në shariatet e kaluara, kurse në shariatin ton nuk është e lejuar. Ngacmimet e shejtanit, duke e ditë se shejtani vazhdimisht mundohet ta ngacmon secilin prej nesh. Ashtu sikur se i ka ngacmu vëllezërit e Jusufit alayhis salam, na ngacmon edhe neve sot e kësaj dite. Mirë po ne do të jemi ata të cilët ja zojmë rrugë shejtanit të mallkum, nuk ja apim luksin atij që të na në përkande, që të na more përpara dhe na çoje në humbje në humner. Siguria është një mirësi e madhe Allahu xhaleshanuhu. Këtu Jusufi alayhis salam flet për sigurinë si një ndër dhuratat dhe mirësitë e shumta në Egjipt, dhe prindërve e vëllezërve të tij u thot: hyni në Egjipt me lejen e Allahut xhaleshanuhu, ju do të jeni sigurt për çdo të keqe. Kjo tregon se siguria është thelbi i të gjitha mirësive, dhe kjo është e vërtetë, sepse nëse humbet siguria, atëherë mirëqenia dhe të mirat materiale shpirtërore gjithmonë janë në rrezik. Bashkarisht e lusim Allahu xhaleshanuhu që ibadetet tona t'i pranon. E lusim Allahu xhaleshanuhu që vdekjet tona Allahu xhaleshanuhu t'i mëshiron. E lusim Allahu xhaleshanuhu që të sëmurit tona Allahu xhaleshanuhu t'i shëron. E lusim Allahu xhaleshanuhu që plesit tonë Allahu xhaleshanuhu t'ju jape forcë dhe fuqi. Rinin tonë Allahu xhaleshanuhu në rrugë të mbar të udhëzon. Bashkarisht e lusim Allahu xhaleshanuhu që këto netet e fundit të Ramazanit,
Jemi nga ata të cilët i dëgjojmë porositë e Allahut xhaleshanu dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos vallë Zotit, jemi nga ata të cilët jemi musliman sezonal. Jemi nga ata të cilët musliman vetëm për një moment, vetëm për një çast, ta përdorni dinin e Allahut xhaleshanu, por që jemi dhe të bëhet shkak Ramazani që ne jemi besimtar të realt, besimtar të sinqert, besimtar ashtu si i ka hije, besimtar ashtu siç na urdhon Allahu xhaleshanuhu dhe ashtu siç na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhaleshanuhu na mësoi, elhamdulillahi rabbil alamin.